vetën. Ndershmëria është kjo. Askush nuk duhet jetë aty që të largojë njerëzit nga protesta. Partia Demokratike, partitë e djathta, partia Nart Ndokës, partitë e tjera, legalitetit, çdo parti tjetër që kanë, ore, në fund ditës, a votojnë këta njerëz? A ishin me 11 maj votuesa? Kanë votu për PD-n, për PS-n, për PLL-n, ku e diun tani për çfarë partish tjera. Çdo të thotë kjo që ne t'i zhveshim njerëzit nga emocionet e tyre, qoftë edhe politike. Nuk ndodh kjo në asnjë vend botës që dal dikush aty thotë për ikti nga protesta. Ç'është kjo histori? Kjo metodë është fut tek protesta e liçenit kundër parkut, betonizimit parkut, nga disa forca, tani se s'duhet për çaj asnjë, as duhet të them emra të tjerë. Por çat mbjellësh do të korrësh. Në rast se aty ke forca paramilitare dhe i thon njerëzve, ti futun protestë, ti mos u fut si? Ka shku kush me flamur aty? Ka shku kush me kap mikrofonin aty me thonë unë jam deputet i Partisë Demokratike ose i Partisë X? Pra, sigurisht që këta din çohen, din protestojnë dhe din të reagojnë. Edhe aty përfaqësues të forcave politike që kanë qenë aty, se nuk duhet mbyllim syt tani. Janë njerëzit aty i kanë protestë, nuk ka rëndësi a janë afër Fonis apo janë te Dykullat apo janë te Skënderbeu, nuk ka rëndësi fare. Edhe herë, në rast se ne do të fillojmë me këto ikni nga protesta, hajdeni nga protesta, protesta ka për të dobësu. Janë qëllime të pastra Olona apo janë për ta përvetësuar? Janë qëllim, për ta përvetësuar protestën. Po s'ka përvetësim, se opozita në fillim tha nuk dalin protestë. Shiko, Andrea, unë them menimin tim, më kupto. Ky është menimi im. Mendimin tuaj po e pyes edhe unë. Menimi im është i tillë dhe unë kam bërë thirrje opozitës dalin protestë si ditën e parë, mos kompleksohet. Ne kemi thrit një protestë për hormonet, për terapinë e hormoneve, ku opozita është bashku dhe kemi bërë thirrjen e protestës të njëjtën e kaluar për të hënën për sot javë dhe unë kam kërkuar që e gjithë masa protestuese që kemi qenë në shesh Skënderbej të bashkohemi pastaj te protesta që po ndodhte për Nartën, për dorëheqjen e qeverisë etj etj. Nuk jam mbështet, është çështje tjetër, më kanë pas mendimin e vet. Po unë kam qenë i qartë që në kryetëherë, sepse unë e njoh protestën dhe e di se ç'do të thotë protestë, sepse ka dhe një problem tjetër miku im. Tani, gjithë ta njerëz që thon sot hikti nga protesta, dilti nga protesta, hapini lajme tani, shikoni se çka ka ndodhur aty me ata. Se i kanë përzon vetë nga protesta. Maram në orën 11:30 të natës me mori një ish deputet i Partisë Socialiste në telefon që protestuesit gjatë ditës punojnë socialistë. Te rrugisa ti, te balkoni i shtëpisë ti, edhe dole tha për kryqë 8.000 patha, se ai bodallai on tha thot 2.000 vet janë. Pa është një turm, 10.000 tri tha, më mor zemra me mal, pra është i majt. Që ka qenë fund protestës. Ka marrë dekorat ky zotin Ndoka apo s'ka marrë dekorat? Ka qenë fundi protestës ai orar që thuti. Je kanë kërkuar ata këtë me marrë dekorat. Ka dhe për atyre. Pra ne edhe aty të ato protestë, që ky është rrit edhe ky, se ka qenë disa mandate deputet është marrë me protestat, kishte shumë të majt tha, si i njihsha vet personalisht. Kështu që ajo protestë ka edhe të majt. Absolutisht nuk thash që nuk ka të majt, zotin Ndoka. Unë po i bëj thirrje një elektorati që është i kompleksuar sepse janë ca tipa aty e thonë hik nga protesta. Ja, unë kam një grup të më... Po si së më thonë muje... Unë kam një grup me drejtosit e partijës time. Edhe njëri për tyri shkruan dhe sot për protestën, kishte gjërë, e pa është djesë që majtë një fjalë. Pra e kam strukturë drejtose, goqa të rëndësishme, se ka një lloj rregull. Bravo. Po ja pra, për këtë e kam fjallën. Po a i ka është qytetar. Po për shumë një, po përse këta si ka nartë, ju mërë të menimet se si e gjikoni, do të marrin pjesë, pra nuk kam pas organizim, nuk i kam shkruar se do të përmedale, kam lanë gjithë silën me... Po shumë bukur, bro. Jam pro. Gjeti edhe mënyrën atje, fali për balë protest, edhe i sensibilizon këto. Pra këto e në gjithë këto, parti... Mënyra, këndi i përfshirës. është përtej partive politike. Bravo. Pse ti menon që Orën Kalajen e kanë shojnë me simpati ato të partisë vetë se del aty. Jo më edhe ato janë përpjek me gjitha mënyrët ta minimizojnë muli gjërte një ditë po e ditë jo, kështu armis, ky ka fotografi më atë, këto janë forma të vjetme, janë forma që edhe opozita, edhe për ne është një alarm shumë i madh. S'kemi arrit në me pas tillë revolt. Pra, edhe ne kemi pas shumë dëshirë. Edhe Partia Demokratike, edhe partitë e tjera kanë forume rinore, kanë tri, por nuk ka qenë kur kjo pjesëmarrje. Kjo është një rini që na kemi me nobile, unë e kam pas si bindje. Thosha, ky brez është një brez TikTokut, një brez që nuk do me di si që bëhet në Shqipëri. Ka surprizuar për mirë ndëve? Po, diskutim që po, në ka të në shpresë, mo, jam shpirtisht. Kur të kanë zhgënjur ty në fillim që edhe pak i ri në shpirt, dhe me thënë... Jo, më e kisha, ishte shenjë pesimizmit e madhe, mo, si i shifsha më ngestin në reagimit, kjo është
ishte fatkeqësi shumë e madhe për ne, nëse do të vazhdosh na vetëm me fatin e dy partive politike. Pra ka një rini që del aty, edhe i thot edhe kryeministrit, edhe opozicës, edhe çdo politikani që është në Shqipëri. Zoti Nazarko,